Dënohet me vendim të formës së prerë Mario Përlleshaj, djali i mitur që vrau bashkëmoshatarin Martin Cani pas një konflikti banal që kishte nisur në rrjetet sociale. 16 vjeçarit do t'i duhet të vuajë 16 vjet heqje lirie për 2 akuza të rënda, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe vrasje të mbetur në tentativë, gjithashtu në rrethana cilësuese. Duke parë legjislacionin shqiptar, duke parë mundësinë që kishte gjykata për të vendosur mbi autorin e veprës penale, jemi pjesërisht kënaqur ose do të themi të kënaqur me vendimin e gjykatës, e cili ka marrë një lloj dënimi për autorin e veprës penale. Ky ka 2 rrethana cilësuese, dhe 2 rrethana cilësuese, shqyr që s'kan qenë kalamoj tjera aty, Luizi ishte i vdekur për pjesën e djalit autorit, domethënë, plus se Martinin i shkaktoi vdekjen me thikën e zemrës. Ka marrë një vendim pothuajse të drejtë. Ne dhimbja jonë nuk hiqet asnjëherë, domethënë dhimbja është e paimagjinueshme. Më 18 nëntor të 2 viteve më parë, 2 të miturit u takuan në oborrin e shkollës Fanoli për të sqaruar atë konflikt që zanafillin e kishte patur në rrjetet sociale. Më pas debati agravoi jashtë ambienteve të shkollës, derisa Përlleshaj ka nxjerrë thikën dhe e ka goditur 14 vjeçaren në zemër, ndërsa shokun e tij Luizin e plagosi rënd. Pasi mori gjuajtjen me thik, Martin Cani ka esur disa metra dhe pasi humbi shumë gjak, u rrëzua në trotuarin përpara shkollës. Pas ngjarjes autori e hodhi çantën që brenda kishte thikën në një ndërtesë të vjetër, e cila u gjet disa ditë më pas. Ngjarja tragjike tronditi opinionin publik, ndërsa pas saj, kryeministri Edi Rama vendosi mbylljen e përkohshme të TikTok.